Nëse vuani nga diabeti, janë në ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj, çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhur në dietën tuaj, në mënyrë që të mos shkaktojë edhe luhatje të sheqerit në gjak. Në këtë video do të listojmë ushqime dhe pijet, të cilat sipas health.com do të ndihmojnë në rastin tuaj kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve, peshku është një ushqim shumë i mirë për persona të cilët kanë luhatje të sheqerit në gjak. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme për dietën tuaj. Sardelet, salmoni, açuget janë burimet më të mira të yndyrnave omega-3, acideve DHA dhe EPA që ndihmojnë gjithashtu në shëndetin më të mirë të zemrës suaj. Për të gjithë ata persona të cilët të vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë peshqit e tillë pasi janë të predispozuar që të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj edhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, gjë e cila do ju ndihmojë edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Ushqimet e gjelbra janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohen në dietën tuaj. Perimet e gjelbra të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallatat, sidomos sallatat jeshile, janë burime shumë të mira, të pasura me vlera dhe me pak kalori. Duke qenë se ato treten fare lehtë në organizmin tuaj, organizmi nuk do të ketë rritje të sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura me vitaminën C, e cila luan një rol të rëndësishëm kundër inflamacioneve dhe gjithashtu edhe kundër problemeve siç është tensioni i lartë i gjakut. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidant, të cilat do të mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta kanë treguar se kanella mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri në dukje se kanella arrin të ulë gjithashtu nivelin e kolesterolit në organizmin tuaj, duke u mbajtur edhe në nivele akoma dhe më të shëndetshme. Vezët janë një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm për dietën tuaj. Vezët janë të pakta me vlera të ulta siç janë edhe të yndyrnave, por të pasura me vlera ushqyese për organizmin. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur, nëse ato konsumohen rregullisht në dietën tuaj, do të ndihmojnë në uljen e riskut të problemeve siç është luhatja e sheqerit në gjak dhe problemeve të shëndetit të zemrës. Ndaj, një ushqim siç janë vezët e zjera mund të shtohen në dietën tuaj si një ndihmë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Vezët gjithashtu do të përmirësojnë edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë në organizëm. Kosi pa yndyr është një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm që mund të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Kosi është një nga produktet më të mira dhe më të rëndësishme të bulmetit që mund të japë rezultate të mira kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit do të ekuilibrojë nivelet e sheqerit në gjak dhe të parandalojë problemet e zemrës përmes probiotikëve që ai i përmban me shumicë. Te personat me diabetin e tipi 2, kosi ndihmon edhe për të rënë nga pesha në mënyrë integrale dhe përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Edhe arrorët janë shumë të mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur gjithashtu edhe me vlera të larta për organizmin dhe jo vetëm. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të tretshme, të cilat sistemi i tret më lehtë dhe përthith më mirë vlerat e tyre ushqyese në dobi të organizmit. Konsumi rutinor i arrorëve në dietën tuaj do të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e inflamacioneve dhe uljen e niveleve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Brokoli është një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm për dietën tuaj. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij të larta për organizmin. Studimet e kohëve të fundit kanë pohuar se brokoli mundet të ndihmojë ndjeshëm gjithashtu edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak.
duke përmirësuar edhe largimin e radikaleve të lira nga organizmi dhe jep gjithashtu një zgjidhje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është një tjetër produkt ushqimor, shumë i rëndësishëm për dietën tuaj që mund t'i japë rezultate fantastike kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Ai do të përmbajë gjithashtu acide yndyrore omega 3, të cilët ndihmojnë në prodhimin e substancave siç është për shembull HDL, që është e parë të jetë edhe në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e niveleve të tensionit të gjakut edhe në qarkullimin e tij për një zemër të shëndetshme edhe për një organizëm më të fortë. Përfshirja e vajit të ullirit ekstra të virgjër në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve siç është diabeti tipi 2. Sa më shumë ta pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, atëherë aq më të lehtë do ta keni edhe menaxhimin e problemeve të sheqerit dhe të diabetit. Sheqeri i lartë në gjak duhet të mbahet nën kontroll përmes një diete të ekuilibruar, e cila në kombinim edhe me këshillat e mjekut mund të japë rezultate më të mira kundër këtyre komplikacioneve. Dieta është një mënyrë shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit. Nuk ka asnjë qasje të vetme për dietën kur bëhet fjala për diabetin, por përfshirja e saj si duhet në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike kundër rritjes së pakontrolluar të sheqerit në gjak. Prandaj, edhe zvendësimi i ushqimeve jo të favorshme për dietën tuaj me produkte sa më natyrale do të jetë më e lehtë në menaxhimin e shëndetit tuaj. Sipas ekspertëve, bishtajat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Shpesh i harrojmë fasulet, thjerrzat dhe bizelet. Bishtajoret janë një burim i shkëlqyer i proteinave cilësore mbrojtëse në dobi të organizmit dhe në lehtësimin kundër komplikacioneve të tij. Bishtajoret janë të pasura me proteinë, të pasur me ekur, gjithashtu edhe me fibër, të cilat do t'i japin rezultate mjaft të mira edhe kundër luhatjeve të sheqerit në organizëm. Pikërisht për shkak të përmbajtjes së lartë të elementeve ushqyes që ato kanë, siç është edhe fibra, lidhet me një risk më të ulët të diabetit të tipit 2. Dhe për ata që tashmë janë diagnostifikuar me probleme të diabetit, konsumi i fasuleve, qiqrave, gjithashtu edhe thjerrzave do të ndihmojë në kontrollin më të mirë të glukozës në gjak, pohon një studim kanadez i publikuar në revistën mjekësore JAMA. Peshku gjithashtu është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj. Të gjithë duhet të hanë të paktën 2 racione me peshk në javë, duke përfshirë një porcion peshku të yndyrshëm siç është për shembull salmoni, sardelet, skumbri dhe açuget. Peshku me vaj siç është yndyrnat omega 3 ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës, sidomos për njerëzit të cilët kanë luhatje të theksuara të sheqerit në gjak. Edhe arrat janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve tuaja, duke i kthyer ato në një produkt mjaft fantastik dhe të volitshëm për dietën tuaj kundër këtyre shqetësimeve të vogla, por me përfitime të mëdha. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe boronicat. Ato janë të pasura me shumë antioksidant, më shumë se çdo frut ose perim tipik. Ato mund të ndihmojnë gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të problemeve të niveleve të sheqerit dhe t'i japin rezultate mjaft të favorshme në gjendjen tuaj. Sa më mirë ta menaxhoni dietën tuaj, aq më të lehtë do ta keni edhe t'i bëni ballë luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu është një tjetër produkt ushqimor shumë i rëndësishëm për dietën e diabetikëve. Tërshëra është një super ushqim për njerëzit me diabetin e tipit 2. Për shkak të indeksit të ulët të tyre glicemik, tërshëra gjithashtu ka në përmbajtje të saj nivele të larta të fibrave, element këto shumë të favorshëm për të menaxhuar luhatjet e sheqerit. Konsultoni me mjekun tuaj për të bërë një dietë vetëm për ju me ushqimet më të mira për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.